Hej, përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të përgatisim një recet super të shpejt, bëhet gati për 5 minuta, pranverore të shijshme tradicionale, por me një prekje nga ana ime që do e bëj edhe më fantastike. Dhe si gjithmonë, nëse jeni të rinj në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy videove të mia, e nëse ju pëlqejnë e gjeni diçka të bukur aty, mos harroni që të bëni subscribe e të shtypni butonin e ziles, kështu njoftoheni për çdo recetë të re dhe ndihmoni kanalin tim të rritet. Shpejt fillojmë nga puna. Dhe për 5 minuta apo maksimum 10 minuta do të keni gati darkën, drekën apo një mesore shumë të shijshme. Gjëja e parë fare që do të bëjmë, do të marrim kunguj, do heqim pjesën e bishtit dhe pjesën e fundit dhe do i grim të gjithë kungujt në radhë, jo shumë të trash. Në ka raste këtë recet e bëj me kunguj kështu në radhë ose të prera përse gjati, në të dyja rastet e njëjta punë bëhet, dhe këtë recet mund të ruani dhe në frigorifer dhe mund të përdorni, mund të bëni shumë dhe mund të përdorni çdo herë, në çdo vakt sa të doni ju, mund ta mbani për një javë apo më shumë në frigorifer dhe e konsumoni. Kungujt i kam grirë, nuk e di nëse ju thasha, po jo, por mund të bëni kunguj sa të doni dhe tani po kalojmë këtu tek soba, kam vënë një tigan e hapi parë që do të bëjmë, do të skuqim kungujt. Do shtojmë vaj ulliri pak sa bollshëm, jo shumë, pak bollshëm. Do vendosim kungujt që të skuqen, e do presim derisa skuqen mirë, nuk që ka ngrohur vari akoma, prandaj presim edhe pak derisa të ngrohet vari. E mbushim tiganin plot me kunguj. Unë mendoj se lezeti i kësaj recete, kjo është skuqja e mirë e kungujve në vaj ulliri, disi të bollshëm. Këtu kungujt do të bëhen shumë të shijshëm. Pasi kungujt janë skuqur nga njëra anë, do i kthejmë nga ana tjetër, pra do i lëmë që skuqen dhe të bëhen plotësisht. Të gjithë kungujt do i kalojmë me një pas dhe do vazhdojmë të skuqim edhe pjesën tjetër të kungujve që kemi. Aroma kungujve. Unë të njëjtën recet, në të njëjtën mënyrë e bëj edhe me patlıcan, prandaj keni parasysh, nëse keni patlıcan apo ju pëlqejnë patlıcanet, të njëjtën procedurë pa asnjë lloj ndryshimi. Pasi kemi skuqur kunguj, do i hedhim pak krip dhe do i përzim, sepse kështu krijojnë më shumë shije. Dhe tani do kemi përgatitjen e fundit. Në një tas kemi shtuar një vezë, të fillojmë të rrahim vezën, që mos na mbeten sopza. Do të shtojmë hudhra, 1-2 thelb hudhër, sa të doni ju. Do të shtojmë krip në fillim gjysmë lugë çaj, pastaj do e shihni nëse do e doni më të kripur, mund të shtoni edhe më shumë. Tani do të shtojmë kosin
Unë po shtoj një fixhan çaj me kohë, sepse kjo mendoj se është tamam për sasinë e kungujve që përdor unë, por gjithsesi llogarisni për 3 apo 4 kunguj duhet një fixhan çaje me kohë. Sa më shumë kunguj që të doni, aq më shumë kohë do të shtoni. Do të shëndzej një lugë gjelle me miell. Kjo për ta bërë përzierjen që mos ta lejoj të lëshoj hirën dhe sigurisht për t'i dhënë më shumë shije. Do përziej mirë në mënyrë që masat ma bëhet homogjene dhe mos na mbeten top zaveza. Tek i njëjti tigan ku kemi skuqur më parë kunguj, do e kalojmë kosin, por duke u kujdesur që tigani mos jetë i nxehtë, pasi nëse tigani është i nxehtë na pritet për bërja e kosit. Do presim shumë pak, 1 ose 2 minuta, derisa kosi fillon të na trashet plotësisht dhe do të shtojmë kungujt. Dhe fundit fare që ne do të shtojmë është pak kopër. Mendoj se kopra në pranverë është shumë e shijshme, është tamam erës pranverë, për më tepër në këto gatime që kanë kunguj dhe kos shkon shumë, por gjithsesi në vend të koprës mund të përdorni majtanoz apo një erës tjetër që mendoni se i shkon edhe i qoftë pareza fare, por për mendimin tim hudhra është e domosdoshme për këtë gatim. Tani na mbetet vetëm ta provojmë. Unë e pëlqej jashtëzakonisht shumë këtë gatim dhe bëj nga pranvera deri në fund të shtatorit apo tetorit, kur gjej kunguj të mirë. Na thoni çfarë note meriton si gatim dhe nëse e përdorni edhe ju si dhe variantin tuaj, mund të na shkruani në koment. Unë i mirëpres gjithmonë sugjerimet. Faleminderit që ndoqët videon deri në fund dhe si gjithmonë nuk do harroj t'ju kujtoj, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu njoftoni për çdo recetë të re, shihemi dhe dëgjohemi nga në recetën e radhës. Faleminderit për komentet tuaja pozitive, ju kam shumë xhan dhe përqafime.